A keni parë një suitë si kjo? Një nga suitat më të mëdha në Shqipëri, në Foli Marina, në Jalë. Kjo është pjesa jashtme e suitës, do mundohem t'ju tregoj me shpejtësi. Kjo është pjesa e uljes outdoor, së bashku me televizorin. Kjo është pjesa e ngrënjes outdoor. Kjo është pjesa lojrave. Në këtë pjesën këtej ka një jacuzzi në të cilin mund të qëndrosh në përjashta gjatë ditës apo në mbrëmje, ndërkohë që pamja është spektakolare. Vijon e gjithë pjesa e ndenjes outdoor me 2 vende të tjera, pra me 2 mundësi për të ulur, ndërkohë po futem brenda t'ju tregoj, është 220 metra, ka 3 dhoma gjumi. Kjo është pjesa e brendshme e ndenjes suitës prezidenciale, e dekoruar shumë bukur, ndërkohë që në këtë drejtim është banja e ditës, po shkoj drejt zonës ku ndahen. Në këtë drejtim është dhoma që shërben për bodyguardët, për njerëz tjerë shërbimit, apo për miq të ftuar. Këtu ka një zyrë të vogël. Kjo është dhoma më e vogël e suitës. Ky është ashensori që mbrin drejt për drejt, ku makina ndalon mbi ashensor. Këtu jemi në dhomën e vogël, që thash mund të jetë dhomë shërbimi apo dhomë bodyguardësh, po ju tregoj dhe 2 dhomat e tjera, dhomën e zakonshme dhe master bedroom, e cila është në një zonë të ndarë. Tu shkoj, ka një mini kuzhinë, ka dhomën e fëmijëve ose të ftuarve, që është po ashtu e dekoruar shumë bukur. Shifeni dhe pamjen e dhomës me balkon që lidhet me pjesën e jashtme outdoor. Ndërkohë po ju çoj te master bedroomi, është shumë e vështirë t'ju tregoj brenda minutazhit të Reelsit, por kjo këtu është master bedroom me minibarin, me një banjo fantastike, e cila ka në 2 anët, ka brenda dhe një banjo turke të përfshirë, ndërkohë ky është krevati 2 metra 20, pjesa e uljes, televizori ulet dhe ngrihet, pra me telekomand ulet dhe kjo mbyllet, ndërkohë që këtu shkon për në pjesën e balkonit që ka jacuzzin dhe pjesën e ndenjes. Dhe pamja pastaj është spektakolare, pamja e Foli Marinës.